Maqedonia humbet rreth 4.000 jetë çdo vit si pasojë e birjes së duhanit ose produkteve të tij. Numri i duhanpjerësve aktiv në vend është 40.4% e popullsisë dhe vetëm 5% e duhanpjerësve kanë arritur ta lënë duhanin në vitet e fundit, sipas një studimi të Institutit të Shëndetit Publik. Sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, 40% e të rinjve në Maqedoni në moshën 14 vjeç tashmë pinë duhan, megjithse ligji ndalon shitjen e cigareve tek të miturit. Përqindja e popullsisë që përdor duhan e vendos Maqedoninë midis vendeve me shkallët më të larta të duhanpjerësve aktiv. Vetëm 5% kanë arritur ta lënë duhanin vitet e fundit. Mesatarisht një duhanpjerës aktiv konsumon deri në 18 cigare në ditë. Është shqetësuese që fëmijët dhe të rinjt janë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit në shtëpi dhe hapësira publike gjatë një periudhe kur sistemi i tyre kardiovaskular është në zhvillim e sipër, gjë që krijon dëmtime të përhershme dhe rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare në moshë të re. Ekspozimi ndaj tymit pasiv të duhanit mbart rrezik të konsiderueshëm kardiovaskular, thon mjekët. 7 nga 10 përdorues të duhanit e fillojnë kur janë të mitur, vetëm 5% arrin të heqin qafe varësinë. Pirja e duhanit rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe krijon paqëndrueshmëri afatgjatë të sigurimit shëndetësor, shpjegojnë ata. Megjithatë, masat e rrepta ndaj duhanpjerësve do të jenë të vështira për tu zbatuar. Qeveria do të jetë në një presion të madh. Rreziqet janë të larta pasi industria është shumë e fortë. Komuniteti i biznesit që mbështet atë industri ka ndikim të madh midis autoriteteve shëndetësore, thonë ekspertët.